Fidën, jam I lexueshëm. Po mirë më Kristi, jam I lexueshëm. Cil duan këtë lojë, që e du që nuk e kam problem me humun, vetëm ai të fitojnë ose ajo. Cil du? Kush është ai person? Me këto 24 orë që ke pa, 36 tani. Me që thu je I lexueshëm. Tro, që do të them po jo. Them vërtetën. Ma jep një person. Okej, se din okej pra. Që unë ta them për shembull, një person që ti don këtë shtëpi kështu me shpirtin me gjakë me mish. Unë ta jap një person që ti marron për atë person. Ti e ka me Ibrahimi. Jo, po s'ka pyet. Duke s'do me e dit. Marroj unë për atë person? Po. Kush është ky person? Që të bëjmë bisedë para se me hik. Një person që ti marron këtë shtëpi që s'ke problem, s'ka gjë, ta fitojnë ai ose ajo. Për këtu të fitoj këtu? Këtu do fitoj unë. Dhe kam marruar. E di se ti do e fitosh. Problemi është, po flasim për aleat. Cil keti një person që do të ndihmojnë gjatë kohës, ose për të ra dikujt, ose për të ra ty mshetas dhe me sigur jeni të ra njëri tjetrin, që ti e don. Ti e don me mish me shpirt. Unë I du që të gjithë të mërëna për të arritur fitaren time. Krus, do pish kafe? Jo, se aritmia. Po, do pina I gjë tjetër. Gjë tjetër, që do pishmi? Po na I lëng ku të... 8-2. Pi 8-2 që nuk bjen në sy. 8-2. Unë nuk bije në sy. 8-2. Kristis bije në sy. 8-2. Miri nuk bije në sy. E Krist, cil ke? O Krist, po mirë ma ti, unë nuk jam artistik. Unë do fitoj vetëre. Po e di më se do e fitosh. Po cil ke një person që do të ndihmojnë gjatë rrugës? Jo, po ta dish mirë. Jam ati që erdhe. E kam vënë re, e kam vënë. Alejati jot I mshet është Brikena! Pau! Sa larg jam, e Krist? Si? Sa larg jam, po them me parashikimet. Marron ti për Brikenën, fratello, je një kështu. Pse ashtu lexohet? Kujdes. Kujdes. Se po të zbulohet. Po të zbulohet loja. I thash, më jep një person se me ba debat konstruktiv I thash, më jep një person që ti mendon që unë e du fort këtu, që edhe me humun vetëm fitojnë ai ose ajo. E ke përballë, ja ku I ke ti. Jo. Unë.